Për të thënë të drejtën, parashikimet e kesh kanë qenë shumë të sakta. Ne I shoqërojmë gjithmonë në parashikimet e satelitëve të aviacionit civil, por edhe komunikimin me publikun që kemi pasur dje nga salla operacionale e emergjencave civile kanë qenë shumë sakta. Gjithçka që ka ardhur nga kesh, duke pasur parasysh edhe oraret edhe plotat për cilat ju keni folur, sigurisht në termin e energjisë, ne na intereson për sa I përket kaskadës, por nga ana tjetër edhe çka po ndodh në të gjithë territorin. E kemi thënë gjatë gjithë kohës që problemi më I madh që ne kemi në rastin e Komanit është pikërisht prurjet anësore, ato që vijnë nga Prent, dhe për të thënë drejtën janë të dukshme. Tani në rrugën që u bëra, për shkak se ne zakonisht në Koman vim me varkat e vogla, dhe sot për shkak të motit unë e kam bërë në rrutë toksore, duke parë pak edhe kantierin dhe ecurinë e punimeve se si është duke shkuar, dhe kam parë që gjithë Prent anësor ishin duke u derdhur në liçen, kështu që flotat ne do t'i kemi, por nga ana tjetër tani ka filluar që të ketë intensitet vetëm në zonën e Lezhës, edhe në zonën e Laçit dhe në zonën e Shkodrës, duke krijuar këtu problematikat që ishin parashikuar, por që edhe ne kemi marrë masa dhe shpresoj që do më t'jenë sa më të pakta, ndërkohë që për energjinë sigurisht këto janë prurje të mirë pritura atë. Patjetër që ne na duhen këto momente. Paktën këtu punët janë të gjitha në rregull, skuadrat janë në gatishmëri. Flotat ne I kemi parashikuar, mund të ketë lëvizje të vogla dinamike edhe për shkak të erave të forta që ka në këto momente, sidomos zonat e tjera, sepse tham që lart në dik ka shumë erë, apo jo, ne ku jemi të mbrojtur për shkak edhe të ndërtesës të turbinave. Në ndërkohë që vazhdojmë punën me kapacitetet flotas, si në Koman ashtu dhe në vatë të Dejës, qëndrojmë në komunikim vazhdueshëm, ti sigurisht do qëndrosh vetë se këtyre 2-3 ditëve në kaskad, ashtu siç tham, pret edhe një plot tjetër të premte, pra do të kemi edhe një prurje, po edhe agravim të motit, pra do ketë disi një përmirësim të motit gjatë ditës së njëjtë, por më pas do ketë një agravim tjetër të premte. Megjithatë ne jemi të përgatitur dhe çka është e rëndësishme dhe çka duhet I themi gjithë njerëzve, nuk parashikohet hapja e portave. Sepse ky është problemi kryesor dhe është shpeshherë abuzohet edhe me lajme. Në rastin e përmbytjes të Nën Shkodrës, flitet gjithmonë për hapjet portave, ne po e bëjmë me dije që I kemi kapacitetet dhe volumet, pasi kemi punuar nga data 11 nëntor për të liruar volumen dhe kemi rreth 4.5 metra mundësi për të akumuluar në liçenin e Vaut Dejës dhe rreth 7 metra në liçenin e Komanit. Ndërkohë që të 5 agregatet e Vaut të Dejës janë funksion dhe 4 agregatet e Komanit janë funksion, Fjerza qëndron e mbyllur për të akumuluar sa më shumë dhe për të rritur nivelin e liçenit.